të mëzun një fukara me rrobat e leckosura, të thyer në mosh, të uritur dhe të etur. E pash të shtrirë pranë portës së një banke, i zhytur në një gjumë të thellë. Rrezet e diellit i aviteshin pak e nga pak, derisa arriten tek kraharori i tij. Por ai nuk e prishi Terezin dhe nuk e ndjeu nxehtësinë e tyre. Qëndrova pranë tij, duke e shikuar me habi, ndërkohë që me vete thoja: "I patë meta je ti, o Zot, vetëm disa metra e ndajnë këtë njeri në pikë të hallit nga thesari dhe kasafortat e bankës. A nuk është ky një fakt që ne sot jetojmë në botën e kontradiktave?" Futa dorën në xhep, ku ndjeva të lëviz diçka e çuditshme. E kapa me gishta atë që lëvizte, e nxora jashtë dhe pash që ishte një lek. I habitur e pyeta: "Çfarë janë gjithë ato lëvizje në xhepin tim?" Leku: "Ka kohë që jam në xhepin tënd dhe nuk më ke trajtuar sipas funksionit për të cilin jam prodhuar." Unë: "E cili na qenë ka ky funksioni yt?" Leku: "Të më shpenzosh për nevojat e familjes, prindërve, nevojave të tua personale, apo nevojave të muslimaneve në tërësi. Të ndihmosh një hallexhi, ti lehtësosh jetesën një jetimi, e të tjerë." Unë: "Po si arritet deri tek unë, o lek?" Leku: "Historia ime është shumë e gjatë. Kam kaluar nga një dorë tek tjetra dhe nga një qeskë tek një tjetër. Personi i parë më shkëmbeu me një shishe raki. I dyti më shkëmbeu me një kaset filmi të turpshëm. I treti më përdori për rishfet tek një funksionar i lartë. I katërti më shkëmbeu me një mall dhe kështu vazhdova derisa arrita tek te. Të gjithë personat që kam njohur, i kam njohur si robër të pasurisë. Ty nuk të njoh akoma." Unë: "Po si e dalloje që ishin robër të pasurisë?" Leku: "Nga mënyra se si më përdornin. Ata nuk më shpenzonin në ujë të Zotit," thot Hasan el Basri. "Çdo ymet ka një idhull që adhuron dhe idhulli i këtij ymeti është Leku. Dhe ti, nëse nuk më shpenzon në ujë të Zotit dhe vepra bamirësie, do të vuash dhe do të digjesh në emrin tim." Unë i thash gjithë habi: "Çfarë do të bësh? Do me djegësh në emrin tënd? E si do të ndodh kjo?" Leku: "Po, shkronjat e para të emrit tim janë din, fe, gjë e cila të kujton obligimet dhe detyrat kundrejt fesë dhe Zotit. Kurse pjesa e fundit e emrit tim është nar, zjarr, i cili do të djeg nëse më grumbullon në banka, nuk më shpenzon për mirë ose më shpenzon në rrugë të pandershme." Thotë Zoti në Kur'anin famëlart: "Ata që grumbullojnë në ar dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, lajmëroji me dënim të dhëmshëm." Unë: "Ti qenë ke shumë i rrezikshëm, o lek." Leku: "Po, unë jam i rrezikshëm, prandaj të këshilloj të më trajtosh siç duhet, me qëllim që ti ruhesh në dëshkimit të Zotit në ditën e Kiametit." Hidhi sytë dhe shikoj ata që kanë mbjell të këqija dhe presin të korrin të mira. E si mund të vile të rush nga ferrat? Ruajo se mos ndjek rrugën e tyre. Ja ku e ke një të varfër para teje. Më dhuro tek ai që të dëshmoj në favorin tënd ditën e Kiametit. Pas kësaj, përpiqu të kesh ndjeshmërinë e Ibn Ujejnes. Unë:
Çfarë ndjente Ibnu Ujejne dhe kush është ky Ibni Ujejne? Leku: ai është nga brezi i tabiinëve. Emri i tij ishte Sufjan Ibnu Ujejne dhe ishte i njohur për dhënien e pasurisë dhe pasionin për të mirën. Një nga miqt e tij tregon: isha duke ecur me Sufjan Ibnu Ujejne dhe një lypës i del para dhe i kërkon diçka. Nga që nuk kishte gjë për t'i dhënë, i rodhën lot. Unë e pyeta: përse qanë o dietari ynë? Ai më tha: e çfarë fatkeqësie më e madhe mund t'i ndodhë një njeriu kur të tjerët presin prej tij diçka të mirë dhe nuk e gjejnë tek ai? Unë: i patë meta jetë ti, o Zot, ky njeri pas ka pasur zemër dhe shpirt të madh. Leku: i tillë duhet të jesh edhe ti. Shfrytëzoje jetën, mos e shpërdoro rinin dhe bëj punë të mira që Zoti ta shumëfishoj shpërblimin tënd. Unë: por a ka dallim mes atij që jep pasuri në rini dhe atij që jep në pleqëri? Leku: po, shkoi një burr tek i dërguari i Zotit dhe i tha: o i dërguari i Allahut, cila sadaka ka më shumë sevap? Profeti alayhis salam i tha: kur jep sadaka duke qenë i shëndetshëm, dorështrënguar dhe i friksohesh fukarallëkut. Një që është i shëndetshëm në përgjithësi është edhe dorështrënguar, pasi e ndjen ëmbëlsinë dhe pushtetin që të jep pasuria. Ai shpreson se do të jetojë gjatë dhe nga kjo i ruhet varfërisë. Thot Ibnu Betal: duke ditur se kopratësia është cilësi e njerëzve të shëndetshëm, dhënia e pasurisë të varfërve tregon qëllimin e sinqertë dhe shpërblimin e madh që fiton. E kundërta ndodh me një njeri të cilit i është mërzitur jeta. Unë: për Zotin, sapo më ke hapur dyer të cilat i kam pasur të mbyllura deri tani. Prandaj, Zoti ta shpërbleft me të mira. Megjithatë, a nuk mendon se ti, o lek, je sprov në këtë botë? Leku: sigurisht që jam sprov. Të shumt janë dietaret dhe zahidët që kanë rënë në grackën time. Të gjithë ranë preje dashurisë për pasurinë. Besoj të ka ndodhur të shohësh të rinj që i përmbahen traditës së profetit alayhis salam në veshje dhe në paraqitjen e jashtme. Megjithatë, këta e kanë të pamundur ta përmbajnë veten kur dëgjojnë tingullin e lekëve. Unë: e si mund të ndodhë kjo? Ti vetë sa po the që i përmbahen traditës e profetit alayhis salam dhe janë të përkushtuar. Leku: ajo është fitne, o miku im. Ti akoma nuk e ke parë. Dëgjo se çfarë thot poeti lidhur me këtë çështje. Mos u mashtro nga këmisha plot arna e dikujt. As veshja e shkurtër e ngritur deri të gjunjët, as me shenjën e sejdës që ka në ballë. Tregoi dërhemin ta njohësh si mall. Unë: të vërtetën ke thënë, o lek, dhe lutju Zotit që të më pajis me zemër të pasur dhe mos të më sprovoj. Leku: tani me jep të ky varfër i mirë, që të doj Zoti, të jem shkak i shkuarjes së zemërimit të Zotit dhe të shpërblej për këtë vepër të mirë. Unë: mirë, u afrova pranë të varfërit dhe duke e prekur me dorë në kreharori thirra: o i nderuar! Ai hapi sytë dhe i frigësuar unë ngrit në këmbë. Unë i thash: mos ki frigë, unë jam një bamirës. Doja të jap këtë lek
duke shpresuar se do të mbulosh ndonjë nevojë. Por i varfëri ul dhe refuzoi ta marrë lekun duke thënë: "Unë nuk jam lypës." Unë i thash: "E di që nuk jeni lypës, por ndoshta keni nevojë për ndihmë." Ai e mori lekun dhe më tha: "Zoti të shpërbleft më të mira." Dhe